Në Misur janë stacionuar B2-shët. Këto janë publike. Janë publike që kush mund të shohë. Është deklaratë dhe janë në terren të hapur për shkak të kësaj marrëveshje. Janë në terren të hapur, mund të shohësh me sy të hapur. Edhe në Google nëse hyn sot. Në Google dhe shkon në Google Map dhe shkon në Airbase, pra jam mund të shkruash Minot Airbase North Dakota, do të dalë dhe do të shohësh avionet atje të stacionuar, pra i shef edhe sot, sepse ky është obligimi B52-shat. Shkon dhe çdo kush sot mund të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me një sasi parash të blej këta dronë, pra të blej këta 20-30 dronë, normalisht nuk mund t'i blej për një kohë të shkurtër, por duhet t'i blej për një kohë të gjatë, pra do t'i marri një vit kohë t'i blej dronë. Çdo droni do t'i vësh një 50 gram eksploziv, 500 gram eksploziv, sa që ka kapacitetin të mbajë droni, jo më shumë se 500 gram eksploziv, dhe nesër mund ti programosh dhe ti lëshosh ndaj këtyre avionëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nesër mund të themi që dështoj. Pavarësisht se është dështim, ky është një operacion që mund të kryhet në rreth të ngushtë, pra nuk ka nevojë për një rreth të gjerë njerëzish. Është qartë. Pra është një rreth i ngushtë dhe në këtë rast në Rusi, këtë operacion është kryer nga oficerë të shërbimit sekret të Ukrainës, pra nuk ka pasur njerëz të jashtëm rreth të jashtëm. Pra ata kanë hyrë para një viti e gjysmë, ndoshta si refugjat dhe kanë filluar operacionin, pra ti nuk mund ta zbuldosh. Po kjo tregon dritan se kjo është ajo pjesë që unë duhet bëj si gazetar. Kjo gjë tregon edhe këtë faktin që Rusia përballë këtij modeli sulmi, se u goditën avionët bombarduesit bërthamor, jam dakord nëse ka një traktat edhe ka një marrëveshje të madhe midis SBA dhe Rusisë, jam dakord me ty, po përmes këtij modeli Ukraina mund godas kudo në Rusi sepse të godasësh 4.000, 5.000 kilometra larg me dron. Jo, nuk godet kudo, për arsye se thash, për bërjen e këtij operacioni ka pasur patjetër nevojë për ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për Starlinkun, edhe për zbulimin strategjik. Pse për zbulimin strategjik? Sepse, siç thash, vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dieni në rast se avionët kanë pasur në barkun e tyre bomba bërthamore ose jo. Imagjinoni, po sikur njëri prej këtyre avionëve kishte bombë bërthamore, çfarë do ndodhte? Ku do ishim sot? Po. Pra, do kishim një bisedë tjetër. Amerika është ajo e cila ka vënë në dieni Ukrainën që avionët janë pa mbushje bërthamore. Pra mund goditen. Prandaj them është pjesëmarrje direkte së Bashkuara të Amerikës. Dhe në rast se Amerika vazhdon të marrë pjesë në operacionet ti mund të bësh edhe operacionet ti, po unë besoj që bërja operacionet tilla është për shembull ne të marrim bazën Engels. Bazën Engels, baza nga cila ngrihen të gjithë avionët që godasin në Ukrainë, Su-37, Su-35, Su-30, është një bazë cilës nuk mund t'i afrohesh. Dhe deri më sot kanë tentuar të godasin, por vetëm me raketa me rrezet gjatë veprimi, pasi me të tilla operacione nuk mundesh t'i afrohesh. Pse? Sepse të gjithë avionët atje janë nën bunkera, pra është bërë mbrojtja për këtë arsye. Dhe në rast se edhe këty avionëve nesër ju bëhet mbrojtja, edhe nga dronë, edhe nga gjithçka tjetër, automatikisht sërish nuk mund t'i afrohesh, pa të del blok. Pra këto baza nuk kanë pasur këtë mbrojtje për shkak të marrëveshjes. Në momentin që marrëveshja thyet, atëherë kur marrëveshja thyet, këta avion hyn nën këtë buroj dhe në momentin që hyn këtë buroj, nuk ke kontroll se çfarë ka futur ai në avion. Dhe nuk di çfarë do ndodhi nesër. Pra këtu është bërë. Dhe nesër mund shkojmë drejt një konfrontimi, sepse ti mund të ngresh avionin pa e njoftuar tjetrin, ai nuk di se ti e ke bosh apo e ke plot dhe mund të lëshoj raketën sepse mendon se ti po e ngren për ta sulmuar. Shkon në këtë pikë. Absolutisht, prandaj jemi në një pikë, jemi në atë juve e quani një kthes strategjik. Unë do të them është një humbje strategjike e madhe e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe e Perëndimit me këtë veprim që kanë lejuar Ukrainën ta bëjë. Çfarë humbën? Pse humbën strategjikisht? Humbën strategjikisht për arsye se e para humbi besimi, pra ai besimi që Trumpi dhe Amerika po mundoi të krijonte te Rusia për çfarë do lloj marrëveshje, si garantuesi i marrëveshjeve. Dhe kjo cënon të gjitha llojet e tjera të marrëveshjeve që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke tentuar të bëjnë. Pra cënon marrëveshjen që duke bërë me Iranin, sepse tashmë doli qartë që amerikanët nuk i qëndrojnë as i marrëveshje, pra u thyen në mënyrë strategjike, marrëveshjet që kanë bërë me Houthi, sepse amerikanët nuk i qëndrojnë, marrëveshjet që munduan të bëjnë me Hamasin, sepse amerikanët nuk i qëndrojnë pas çdo marrëveshje, pra bëjnë dhe nesër prishin si duan ata. Pra askush nuk ka garanci më që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një aktor i besueshëm në çështje strategjike dhe në çështje të rëndësishme. Dhe kjo është humbje e madhe strategjike për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në kuptimin e besueshmërisë. Absolutisht, sepse bëhet llap. Gjithë kjo bota që ekziston sot është për shkak të besueshmërisë, sepse palët kanë armë bërthamore, pra për shkak të kësaj besueshmërie që kemi ndaj njëri tjetrit. Neve nuk po i përdorim. Po në momentin që mungon besueshmëria, atëherë nuk ka më garanci përdorimi i këtyre gjërave. Dakor, Dritan. Ndërkohë, regjia kam aty besoj reagimin e Ministrisë Mbrojtjes ruse dhe kjo është për të kaluar tek pjesa që
kush mendon se do t'jetë reagimi i Rusisë pas kësaj, Dritan? Unë mendoj që Rusia do të reagojë me goditje edhe strategjike ndaj objektive të caktuar. Pra, e para do të jenë grumbullimet dhe vendqëndrimet e shërbimeve sekrete ukrainase, pra të dyja qofshin ato të shërbimit sekret civil, qofshin ato të shërbimit sekret ushtarak. Pra të gjitha pikat e këtyre do të goditen. Ky është reagimi i ministrisë. E dyta do të goditen të gjitha pikat e komandimit dhe vendkomandat në të cilat bëjnë pjesë edhe oficerët e NATO-s në Ukrainë. Pra ato do të jenë objekt i goditjes. Mund të kalojmë në këtë pikë. Absolutisht në këtë pikë. Nuk mendoj që Rusia do të përdori oreshnikët kësaj radhe, pra do të përdori sërish kinxhalët dhe do të kemi këtë rast në rast se thash sasia më e madhe armëve hipersonike që në një herë të vetme ka përdorur Rusia është 40 copë, kësaj radhe do të shohim një përdorim 2 ose 3 fish më të madh. Pra mund të kemi më shumë. 120 kinxhal. Po, sepse do ketë shumë objektiva strategjike të cilët do të goditen. Do të shkojnë në këtë. Patjetër që do të shkojë, është detyruar për të shkuar për arsye pse është detyruar, sepse aktualisht në Rusi ka nisur një presion i madh politik i brendshëm, ku imagjinoni edhe pjesë e këtij presioni është edhe komandanti i raketave strategjike. Pra komandanti i raketave strategjike të Rusisë ka dalë me një deklaratë publike dhe i ka kërkuar Putinit që të firmosë lejen për lëshimin e oreshnikëve ndaj objektivave që i kemi përcaktuar, thotë kupton ti? Pra objektivave strategjik, politik dhe ushtarak që kemi përcaktuar. Pra presioni është tepër i madh. E qartë. Dhe për të ulur këtë presion, unë nuk mendoj që Putini dhe udhëheqësia ruse edhe Ministria e Mbrojtjes do të nështrojnë këtij presioni të madh, por do mundohen ta shfryjnë këtë presion dhe mënyra e shfryrjes të këtij presioni është një kundërgoditje e madhe konvencionale kinetike. Pra nuk do të dalim jashtë kësaj, nuk do të kemi një përshkallëzim të saj dhe për shkak se s'do të kemi përshkallëzim të saj për arsye sepse çdo lloj përshkallëzimi i saj Rusisë do të prishte komplet planin e saj operacional që ka për ecjen e ngadalë dhe shkatërrimin e ngadalë të ushtrisë ukrainase, do t'ia prishte këtë, do t'i prishte komplet planet e saj. Dhe për ta realizuar planin e saj totalisht strategjik, pra të demilitarizimit dhe të shkatërrimit total të forcave ushtarake të Ukrainës, i duhet të vazhdojë me këtë ritëm që ka. Çdo lloj përshpejtimi tjetër, çdo lloj sulmimi oreshniku, çdo lloj tjetër do të krijonte probleme të tjera dhe do i duhej angazhimi i madh i forcave, angazhimi i madh tjetër dhe në rast se do ta bënte këtë, atëherë do i duhej që të shpallte luftë. Pra në rast se do goditeshin presidenti, në rast se goditej parlamenti i Rusisë, i Ukrainës, këto nuk mund t'i bëj sot Putini pa i shpallur luftë Ukrainës, sepse deri më sot kemi të bëjmë me një operacion ushtarak. Operacion special në Ukrainë. Dhe operacion special në Ukrainë, këtë përfshin, pra operacioni special ndodh vetëm në territorin në cilin kryhet operacioni dhe në ato pika të cilat kanë lidhje direkte me operacionin që po kryhet. E qartë. Në rast se ti do godasësh pra presidentin, në rast se ti do godasësh kuvendin, duhet patjetër ti ke shpallur luftë totale. Pra duhet një deklaratë lufte. Duma ruse, Putini, presidenti. Pra presidenti duhet të shpalli luftë Ukrainës, të gjithë Ukrainës dhe pastaj në rast se shpall luftë Ukrainës, pastaj ti nuk ke më limit në përdorimin e asnjë lloj arme ndaj çfarëdo lloj objektivi. Prandaj duke qenë se jemi kjo e kufizon duke jemi në çështje të operacion, pra të një operacioni. Oreshniku mund të përdoret, por mund të përdoret vetëm ndërmjet në objektiva ushtarak. Pra nuk mund të përdoret ndaj presidentit, nuk mund të përdoret ndaj kuvendit, nuk mund të përdoret ndaj shtabit përgjithshëm, pra objektiva të tjerë të nivelit të dytësor, pra jo të nivelit parësor strategjik, të cilat kërkojnë shpallje të luftës. Nuk jemi në gjendjen e shpalljes së luftës. Ne jemi në luftë. Po Rusia quan operacion special ushtarak në Ukrainë. Pra duhet që ta shpalli ligjërisht luftë dhe pastaj në moment që shpalli ligjërisht luftë, atëherë të gjithë këta, që nga presidenti dhe të gjithë tjerët janë objekt i goditjes dhe i eliminimit dhe atëherë mund presësh oreshnika çdo lloj gjë tjetër. Në atëherë mund presësh edhe bombë bërthamore, sepse edhe bombën bërthamore sot nuk e lëshon dot, pavarëse ka shumë komentues që thonë edhe shumë media që Rusia mund të lëshojë bombën, nuk e lëshon dot bombën bërthamore sepse nuk është në luftë. Pra Rusia e ka konsideruar operacion special, jo luftë. Po ta kishte konsideruar luftë, ti mund presësh edhe bombën bërthamore taktike ose çfarëdo lloj niveli tjetër. Por duke mos qenë luftë, nuk lëshon dot bombë bërthamore. E qartë. Ndërkohë Dritan edhe Dmitri Medvedev ka thënë kush luan me zjarrin do të përfundojë në ferr. Regjia duhet ta kem dhe këtë. Dhe po edhe Medvedevi, edhe Ministria e Mbrojtjes rrit tek Kievi, Dritan, nuk akuzojnë, nuk dalin në nivele, do ta kem deklaratën, jo vetëm foton regjia. Rusia arrin në këtë nivel për arsye se Rusia ka objektivat saj strategjik. Dhe objektivi i vetëm strategjik i Rusisë që mbetet është
demilitarizimi i Ukrainës dhe nëpërmjet demilitarizimit të Ukrainës të bëj demilitarizimin e NATO-s. Pra, Rusia po intereson që të tregojë që NATO është e paaftë të fitojë asnjë luftë. Pra, është një organizat do të kërkon që gjithë perëndimit me anë të veprimtarisë së saj ushtarake të na tregojë që NATO është një organizat obsolete tashmë. Sepse edhe një luftë të cilën e kishte nder dhe në cilën u angazhua maksimalisht, nuk e fitoi dot me Rusinë. Pra, për çfarë ju duhet NATO nesër? Në rast se do të bënte retorikën që këtë fajin e ka NATO, këtë fajin e ka Amerika, atëherë do të shkonte për ballje, do të kishim një luftë të tretë botërore. Pra rusët po i shmangin luftës tretë botërore. E qartë. Sepse ju intereson kjo luftë e tillë që po ndodh në Ukrainë. E qartë, jo, po sepse kjo luftë në Ukrainë ju jep fitore politike dhe ushtarake. Jo, e qartë, po shikoja pak të reagimin e Medvedevit. Në fakt e ka dhe me perëndimin, ata pak a shumë që furnizojnë Ukrainën thot me hardware dhe koordinime dhe iluzionet po. Është koordinimi, pra koordinimi është për kujtuar atyre. Rusia ka një memorie të gjatë dhe ka duar shumë precize. Përgjigjja do të jetë asimetrike. Çfarë do të thotë kjo? Will not just be as, pra nuk do të jetë vetëm asimetrike. Po. Pra do të kemi jetë devastating, do të jetë shkatërruese. Të drejtë për drejtë. Pra do të kemi edhe përgjithsisht tash, do të goditen të drejtë për drejtë. E drejtë për drejtë janë të gjitha këto qendrat e komandimit në Ukrainë, në të cilat marrin pjesë oficerët e NATO-s do të goditen. Pra kjo është goditje drejtë për drejtë. Në këtë rast kemi kur themi asimetrike, pra kur kemi vetëm goditje asimetrike, domethënë do të goditen gjitha veprimtaritë e tjera ushtarake në Ukrainë të lidhura ndërmjet tyre, që varen nga Amerika, ose nga komanda e Wiesbadenit, por nuk ka oficer të Wiesbadenit. Pra kjo është asimetrike, pra ti godet ju heq atyre krahët. E qartë. Ndërsa në momentin direkte, do me thënë që ato qendra komandimi në Ukrainë, në të cilat ka pjesëmarrës të NATO-s, pra ka oficerat të NATO-s në to, që bëjnë koordinimin, kjo është goditje direkte. Prandaj thot not just be asymmetrical, pra jo vetëm asimetrike. Pra do të jetë direkte mbi këta. Dhe duke goditur direkt këto qendra, të cilat dihet cilat janë, pra ata e dinë, palët e dinë cilat janë, automatikisht i bën të ditur NATO-s dhe perëndimit që shikoj tash pra nuk po të godas në Wiesbaden, por po të godas të dhe para Wiesbadenit është kjo. E qartë, e qartë. Pra kjo është goditja direkte, prandaj thot për këto flet për goditje direkte. E qartë. Ndërkohë që të gjitha këto ndodhin, jemi në pikën që në Stamboll kemi patur takimin midis Ukrainës direkte, midis Ukrainës edhe Rusisë. Kemi patur Vladimir Medici, kemi pasur deklarata, kemi pasur edhe një dakordsi midis palëve. Çfarë ndodhi në Stamboll kësaj here? Ishte takimi më i shkurtër që i bën ndërmjet palëve, nuk zgjati as një orë gjysmë nuk zgjati takimi, pra një orë gjysmë me gjithë hapjen e palës turke, pra. Kurse takimi midis palëve zgjati vetëm 55 minuta ka zgjatur. Pra biseda midis palëve ka zgjatur 55 minuta. Dhe unë llogaris bisedë midis palëve, atë që palët kur në momentin që kanë filluar palët flasin me njëra tjetrën në rusisht, pra pa kanë pasur thonë një takim të dy përfaqësuesit, një takim pa pranim. Nuk ka të bëjë ajo. Kishte si informacion, por nuk e di. Jo, unë nuk besoj, nuk ka pasur, nuk e di këtë gjë, ndoshta mund të ketë pasur, por këtë se di, por takimi ka zgjatur, takimi midis palëve, pra biseda midis palëve ka zgjatur 55 minuta. Në këtë rast rusët ju kanë dhënë ukrainasve memorandumin e tyre, për arsye se ukrainistët e kanë shpallur edhe më parë memorandumin, pra rusët e dinin memorandumin ukrainas se e kanë shpallur disa ditë përpara publikisht. Rusët nuk e kishin bërë publike memorandumin e tyre dhe ju a dhanë këtë radhë memorandumin. Memorandumin e rusëve nuk ka asnjë ndryshim nga ato kërkesat e Rusisë që ka që këto 3 vite gjysmë luftë, që janë e para është tërheqja totale nga tërheqja totale e forcave ukrainase nga gjitha ato territore të cilat kanë bërë referendum nga 4 territoret dhe vetëm këtu kanë futur rusët në aspektin kanë futur 30 ditëshin, pra në momentin që Ukraina si thon marrin përsipër, pra pranojnë tërheqjen, në momentin që nis tërheqja neve ndërpresim operacionet ushtarake dhe kjo tërheqje duhet ndodhi brenda 30 ditëve. Pra shihni kulozin, pra ukrainësit kërkuan 30 ditë armpushim. Dhe tashmë rusët thonë, "Ok, e bëjmë këtë 30 ditëshin armpushim, por në momentin që juve pranoni që neve po tërhiqemi dhe filloni tërheqjen." Dhe kjo tërheqje duhet ndodhi brenda këtyre 30 ditëve. Nga 4 krahinat, nga këto 4 krahinat që ata kanë aneksuar. E qartë. Kanë aneksuar. Kërkojnë neutralitetin, pra Ukraina të mos bëhet pjesë e NATO-s asnjëherë. Ukraina të mos ketë armë bërthamore, të mos lejojë mbajtjen e armëve bërthamore, të mos lejojë kalimin e armëve bërthamore në territorin e Ukrainës, të mos bëhet në Ukrainë asnjë lloj stërvitje ushtarake nga vendet të treta, pra në vendet NATO-s, të mos vendosen baza ushtarake të huaja në Ukrainë, asgjë dhe
Të dyja palët ulen dhe shohin bashkëpunimin e tyre humanitar. Rusia merr përsipër pra Luhansku, Donetsku, Zaporizhia, Kherson dhe Crimea. Crimea është nuk hyn në këtë bëhet vëlla për këto të katra, vetëm këto të katra. Dhe bashkëpunimi humanitar i cili do të vazhdojë kërkon njohjen e gjuhës ruse si gjuhë zyrtare, kërkon liritë e kishës ortodokse ruse brenda në Ukrainë, pra siç i ka pasur ti rikthehen të gjitha ato. Ti rikthehet mbrojtja e veçantë për qytetarët rusë në Ukrainë, pra për gjithë popullsinë ruse, pjesën tjetër që jeton dhe që e quajnë veten rusë në Ukrainë, pra të kenë të drejtat e të drejtat plota minoritare siç i përcakton Kombet e Bashkuara, pra kanë kërkuar gjitha këtë. Dhe thonë për çështjet në memorandumin që kishin bërë ukrainësit, thoshin që Rusia duhet na paguaj reparacionin e dëmeve që na ka bërë. Dhe rusët kanë futur një pikë në këtë memorandum, thonë që të dyja palët do të ulen dhe do të shohin mundësinë e bashkëpunimit, ndërveprimit dhe riparimit të dëmeve që i kanë bërë njëra tjetrës. Pra e qartë. Edhe Ukraina të paguaj për dëmet që ka bërë. Në këtë pikë janë... Në këtë pikë janë bërë, është bërë një marrëveshje, pra rusët kanë ofruar diçka tjetër, një pikë, pra ukrainësit kanë kërkuar vazhdimin e shkëmbimit të robërve dhe shkëmbimit të gjithë të vdekurve, dhe rusët kanë thënë po okay, tash rusët kanë kaluar nga shifra 1 me 1, kanë kaluar në shifrën 6.000 me 6.000. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Pse? Se më bëri përshtypje që kishin rënë dakord prapë për shkëmbim. Kjo 6.000 për 6.000, aktualisht shkëmbimi i parë do të jetë midis kufomave, pra midis dëvrarëve. Rusët i kanë 6.000 ukrainas në dhomat frigoriferike në Rusi. Ukrainësit nuk kanë 6.000 rusë të vdekur. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet kjo. Për të hedhur poshtë gjithë pse bëhet. Aktualisht kemi dëgjuar gjithë të prrallën e perëndimit që Ukraina po vret edhe numri i rusëve ka vajtur 1.200.000. Dhe tashmë ata thonë, shkëmbejmë 6.000 me 6.000. Ukraina nuk i ka 6.000. Po mund të jenë vrarë? Nuk janë vrarë. Prandaj rusët kanë bërë këtë dhe Ukraina nuk ka çfarë jep. Po pse ka rënë dakord, po thua ti, dhe s'ka... Nuk është çështje dakordësie, kjo është memorandumi që ta kanë sjellë, pra kjo është pjesë e memorandumit. Po kanë rënë dakord. Kanë rënë dakord të shkëmbejnë. Tondi, siç bëran dakord për robrit, pra robrit i shkëmbyer 1.000, deri tash janë shkëmbyer 800 robër, nuk janë shkëmbyer 900, nuk janë shkëmbyer 1.000. Deri tash. Kanë rënë dakord, pra kjo 6.000 tregon që nesër do nxjerrin që neve i bëm 6.000, ju ku i keni 6.000, nuk i keni. Dhe kjo do nxjerrë bllaf gjithatë retorikën, propagandën që ka humbur e para. Pra bëhet për të hedhur poshtë propagandën në mënyrë faktike. E dyta, kanë rënë dakord që të shkëmbejnë 1.000 me 1.000 të gjithë robrit në midis moshës 18 dhe 25 vjeç që kanë probleme shëndetësore dhe që janë të plagosur. E qartë. Edhe kjo është po e njëjta shifër që bëhet sërish për të hedhur poshtë atë numrin e madh, sepse nuk ka 1.000 robër të plagosur Ukraina rus, nuk i ka kapacitet, nuk i ka. Kurse rusët kanë diku të rreth 6.000 robër aktualisht. Po, ka thënë edhe Zelenski ka qetur fëmijë, po. Jo, fëmijët është gjë tjetër, është një pikë për fëmijët, dhe pika për fëmijët është në memorandumin e ukrainasve, të cilët kanë thënë që duhet bëhet lla për 330 fëmijë që të pretendojnë që rusët i kanë marrë me zor në Rusi. Por në këtë pikën e memorandumit rusët e kanë cekur këtë punë e fëmijëve dhe thonë që do ta shohim listën emër për emër, dhe ju kanë kujtuar që para 2 viteve u paraqit një listë për 150 vetash, për 150 fëmijësh që paraqiti Ukraina. Dhe rezultoi në një moment caktuar që të 150 ta fëmijë nuk ndodheshin në Rusi, po ndodheshin në Gjermani. Dhe një pjesë e tyre ishin trafikuar nga Ukraina. Nga Ukraina apo Rusia? Nga Ukraina, jo nga Rusia, ishin trafikuar nga Ukraina. Nëse, e qartë. Dhe lista e fëmijëve do ta shohim emër për emër. Pra, kjo është marrëveshja për listën e fëmijëve që ka paraqitur Ukraina. Pra, do shihet emër për emër. Dhe do shihet çdo rast në veçantë. Pra, kjo është ajo çfarë palët kanë rënë dakord. Ukrainësit kanë kërkuar takim midis udhëheqësve, pra midis Zelenskit dhe e ka thënë edhe Erdogani këtë. Dëshira ime e madhe është një tërheqje përbashkët. Kurse rusët e kanë hedhur poshtë, pasi në memorandumin e tyre kanë kërkuar një pikë që brenda këtyre 30 ditëve, pra në momentin që bëhet marrëveshja për të tërhequr nga këto zona, brenda një kohe 100 ditore, Ukraina duhet marrë përsipër që brenda 100 ditëve të bëjë zgjedhje. Të zgjedhë udhëheqësit e saj dhe pastaj pasi të zgjedhë udhëheqësit e saj, udhëheqësit e Ukrainës do të ulen me udhëheqësit e Rusisë për të nënshkruar këtë marrëveshje paqeje në fund. Pra vetëm pas zgjedhjeve do nënshkruar. Pra kjo do të thotë që
takim midis Zelenskit dhe Putinit nuk ka pasur sepse në këtë memorandum është përcaktuar qartësisht që ata nuk e njohin Zelenskin si person legjitim. Pra nuk ka për të pasur një takim të tillë. Jo, nëse fiton prapë Zelenski, për momentin nuk është legjitim për shkak se i ka mbaruar Rafati, jo për shkak se ata nuk e duan Zelenskin. Prandaj ata thonë të bëhen zgjedhjet dhe pastaj përcaktojnë, nuk kanë përcaktuar të bëhen zgjedhjet dhe kushdo që rezulton fitues mas zgjedhjeve të ulen palët dhe do pastaj ulen udhëheqësit dhe firmosin paqen. Pra kjo është. Pra për momentin nuk do ketë. Nesër nëse fiton zgjedhjet sërish, ai sërish pasi është legjitim. Pra rusët e kanë kundërshtuar legitimitetin e tij për shkak se i ka mbaruar Rafati si president, i ka kaluar Rafati 5 vjeçar. Si ka mundësi Dritan në këtë takim nuk u reflektua fare ajo që po ndodh në terren? Sepse rusët janë shumë herë më të zgjuar dhe shumë herë më të durueshëm dhe më të qëndrueshëm se edhe i qëndrojnë objektivat e tyre strategjik, pasi kanë objektiva strategjik dhe nuk i prishin objektivat strategjik për çështje emocionale. Pra, perëndimi po vepron në mënyrë emocionale, që nga Trumpi, që nga gjithë udhëheqësit e tjerë perëndimor, të gjithë po flasin dhe po veprojnë në mënyrë emocionale. Lufta nuk është emocion. Lufta është strategji dhe taktik. Pra, dhe rusët nuk po shfaqin emocione. Dhe normalisht që delegacioni rus as e ka prekur fare, sikur nuk sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Sepse nuk ka pasur atë detyrë, pra secili ka marrë detyrën dhe secili vazhdon kryen detyrën që ka dhënë vendimarrja strategjike. Prandaj thash nuk ka asnjë ndryshim dhe asnjë kthes strategjike dhe asnjë kthes në këtë luftë. Vazhdon siç janë gjërat. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ndryshimi i madh është kthes politiko-strategjike karshi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ato që me këtë veprim që e kanë përkrahur dhe kanë lejuar, kanë humbur strategjikisht. Ndërkohë Dritan Ndërkohë që të gjitha këto ndodhin, kryeministri Starmer ka deklaruar se Mbretëria e Bashkuar po kalon në gjendje të gatishmërisë për luftë, ka marrë vendimin që Britania të blej apo të investojë në 12 nëndece që mbajnë edhe koka bërthamore. Si e vlerëson në këtë klim këtë vendim Britanisë? Është një deklaratë politike Starmerit për çështjet brendshme, për arsye se tashmë shumë shpejt ata kanë edhe Starmerit po i lëviz pozicionin e tij si kryeministër, pas në laboristët po kanë fituar zgjedhjet lokale, kanë shumë shpejt zgjedhjet, kanë zgjedhjet e tjera të përgjithshme dhe kështu i duhet kjo militarizimi për të thënë që e para për të treguar që Anglia është vend i fortë, ndërkohë që Anglia nuk është në një vend i fortë më, pra nuk ka asnjë kapacitet të tilla nuk i ka për të ngritur ato kapacitete, pra 12 nëndece, ka thënë do bëjmë 3 fabrika armatimi e gjitha këto tjerat, i duhen diku të rreth një 20 vjet. Për t'i bërë gjitha këto. Jemi në kuadër të retorikës. Jemi në kuadër të retorikës politike për nevojat brendshme. Ndërkohë politike. Pra asgjë tjetër. Jo, unë thasha mos lidhet me zhvillimet që po ndodhin. Jo, nuk ka të zgjidhet sepse ky është premtim që do ta bëjmë dhe duhet ta bëjmë. Pra duhet nisin ta bëjmë. Pra është vetëm premtim, nuk ka një diçka në letër. Pra nuk ka nisur ndërtimi, nuk ka nisur porositja e këtyre nëndeceve, nuk ka nisur porositja e ndërtimit të këtyre. Jemi në fazën e deklaratave. Ndërkohë ka ndodhur një zhvillim tjetër Dritan që lidhet me fitoren e një aleati të Donald Trump, një konservatori në Poloni. Si e vlerëson këtë moment? Çfarë do të prodhojë, sepse Polonia duke qenë se është një nga, le të themi, të paktën bashkë me Gjermaninë, Francën edhe Britaninë, është një nga elementët kyç për sa i përket shënon një pikthese në politikën e brendshme të vendeve të NATO-s, por jo në pikthese në raport me Rusinë. Konfliktin, pse? Me konfliktin. E para, për herë të parë pas vitit 2023, kemi në Evropë fitoren e një konservatori. Pra në 2023 nuk bën zgjedhjet, humbën konservatorët në Evropë, nëse mbani mend. Po. Humbën në Francë, humbën në Rumani, humbën gjithandej. Po fituan në Gjermani. Nuk fitoi AFD, apo konservatorët, po nuk fitoi AFD, po. Por hera e parë që një konservator fiton zgjedhjet. Ky është konservatori i natyrës që ndodhi në Amerikë, domethënë me Donald Trumpin. Po, është konservator nacionalist. Është konservator ultranacionalist. Pra i përket këtij lloji konservatizmi, pra nacionalist polak. Dhe duke qenë se është nacionalist polak, kemi një kthes brenda politikës të brendshme të NATO-s në raport me Rusinë dhe me Ukrainën. Pse në raport me Ukrainën? E para, me datë 4 dje,
Pardje dhe tje NATO-ja u mblodh në Vilnius të Lituanisë. Pra ishte mbledhja e NATO-s për çështjet sigurisë të vendeve balltike. Po. Dhe sulmi ndodhi një ditë para kësaj mbledhje, sulmi në Rusi. Pra sulmi ndaj deterrencës bërthamore ndodhi një ditë para mbledhjes të NATO-s. Dhe imagjinoni, para një viti, me datë 4 tetor, Ukraina sulmoi radarin e deterrencës nukleare të Rusisë, nëse mbani mend, me Atakam. Dhe atë e sulmoi me datë 16 tetor u bë sërish takimi i NATO-s në Duhet ta kem foton aty regjia. Takimi i NATO-s në Bruksel, i ministrave të jashtëm të NATO-s. Pra të gjitha këto veprime, Ukraina i bën para takimeve të NATO-s. Për të treguar që shikon kam akoma kapacitet, kam fuqi, NATO ka fuqi, ne jemi fuqi. Pra, nuk kanë të bëjnë me takimin në Stamboll, po kanë të bëjnë direkt me NATO-n. Dakor. Dhe tashmë vim te kjo. Dje Mark Rutte doli dhe deklaroi, pra, në ndryshim të asaj që ka deklaruar deri më sot, tha që rruga e Ukrainës në NATO është e pashmangshme, sërish. Dhe 32 vendet të NATO-s janë angazhuar që Ukraina të jetë pjesë e NATO-s. Kështu deklaroi dje Mark Rutte publikisht. Këta 32 vende, ndërkohë që nuk është e vërtet, vendet e NATO-s brenda kemi që kanë thënë që nuk janë dakord që Ukraina të jetë pjesë e NATO-s. Kemi Hungarinë, kemi edhe Slovakinë, dy që kanë deklaruar publikisht. Dhe tashmë kemi edhe Poloninë, sepse presidenti polak që u zgjodh e kishte pika e 8 e programit të tij në zgjedhje përcakton qartësisht që Ukraina nuk do të jetë asnjëherë pjesë e NATO-s sa kohë ne do të jemi në NATO, sepse kanë drejtën e vetos. E qartë, pra, e qartë. Ku bën 3 vende që nuk e pranojnë dhe NATO e ka vështirë ta fusin nesër Ukrainën me 3 vende që ngrenë veton. Pra kjo është ndryshim pikthese në NATO. Realizohet edhe kërkesa e Rusisë, kërkesa kryesore. Dhe Amerikës, edhe Amerika ka pranuar që NATO mos jetë pjesë e... Pra, neve kemi 4 vende NATO që po thonë që s'do jetë. Dhe aleati kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ushtarakisht në këto 3 vitet e fundit në Evropë është Polonia, nuk është më as Gjermania, as Franca, as Anglia. Aleati kryesor është Polonia me 5%. Jo vetëm me 5%. Po me gjithçka tjetër, pra ka pasur përkraje politike nga të dy administratat, pra edhe nga Trump edhe nga administrata Biden. Është një tjetër regjia, është një foto ku janë gjithë ato bazat kryesore nga shkon armatimi në Ukrainë janë Poloni, i është lënë menaxhimi i bazave, i është lënë Polonisë. Pra vetëm një vit e gjysmë i menaxhuan bazat, vetëm 2 vjet i menaxhuan bazat amerikanët, pastaj ja kanë kaluar Polonisë në menaxhimisht, në Poloni kanë vendosur sistemin e mbrojtjes së Aegis. Dhe dita pra, Polonia është aktualisht aktori kryesor i NATO-s, i Amerikës në Evropë, dhe jo vendet e tjera. E dyta, ky ka deklaruar që do ndërpresim marrëdhëniet me Ukrainën dhe do ndërhyjnë Bashkimin Evropian, nuk do që Bashkimi Evropian të japi para për Ukrainën gjithashtu deri në momentin që Ukraina do të marrë përgjegjësi thot për krimet që Ukraina ka bërë gjatë luftës së dytë botërore ndaj polakëve. E qartë, e qartë. Dhe kërkon të njëjtën dhe kërkon që të gjitha ato shoqata organizata neonaziste në Ukrainë të mos jenë më pjesë e as ushtrisë, as policisë dhe as qeverisjes. Pra, në një farë mënyrë ky kërkon një denazifikim. Dhe vim te Rusia, e cila një nga pikat kryesore thot demilitarizim dhe denazifikimi i Ukrainës. Pra, e qartë. Por ama kemi një gjë tjetër. Kjo nuk do thotë që Polonia është bërë aleate me Rusinë, jo. Për arsye se ky është anti-rus i tërbuar. Dhe thotë që neve me Rusinë nuk mund të kemi asnjëherë marrëdhënie. Armiku jon kryesor do të mbetet Rusia për shkak të kaluarës. E ka përcaktuar. Vazhdon edhe tash e kishte retorikë të fushatës ti. Pra nuk është, por ama ç'a bën? Ky ka deklaruar që e kishte pjesë të fushatës që në asnjë moment, as në kohë paqe dhe as në kohë lufte, asnjë ushtar polak nuk do të vendoset në Ukrainë, për as edhe një lloj arsye. E qartë. Pra, çdo lloj tentative e atyre koalicionit të vullnetshme që diskutohet për të hyrë në Ukrainë, nuk mund të bëhet pa Poloninë, dhe derisa ky thotë që neve nuk do marrim pjesë në këtë, dhe nuk marrim pjesë thotë në as edhe një lloj tentative të tillë, automatikisht kjo heq mundësinë dhe thotë nuk do lejojmë përdorimin e Polonisë për të tilla aventura. Pra i ka hequr mundësinë gjithë pjesës tjetër të NATO-s, me përjashtim Amerikën, pra edhe Amerikas që s'është pjesë, që të çojnë trupa nesër nuk e se nga do t'i çojnë. E qartë, e qartë. Prandaj them që kemi një kthes politike të brendshme brenda NATO-s, por jo në raport me Rusinë. Në raport me Rusinë ky mbajtë të njëjtat qëndrime, por ama pavarësisht se puqen diku nga ana politike për çështjet e Ukrainës, por nuk ka